tokë. Më ka rënur kokë. Kam dashur më me apë, ku më nje, dhe guri thapë. Ku kam pasur shtëpi, ku kam njojtur Perëndin. Moshatare, zanje në porte e paskeruvet, që shpreje gjeto bashe muji. Shikues të nderuar televizionit shqiptar të Amerikës, ju përshëndes. Jemi në një emision që do ta kushtojmë genocidit grek të vitit 1913-14 që ka ushtruar në Shqipërinë Juglindore. Kemi folur vazhdimisht, kemi vite që flasim, është një ngjarje shekullore, kaloi mbi shekull e ca dhe shumë personalitete të ndryshme, shoqata, organizata, veç shteti jo, janë interesuar dhe po interesojnë për të mbledhur materiale, dokumentacion, prova të ndryshme, gojdhena, me qëllim që të bëhet e ditur se në ato vite shteti grek, ushtria e tyre e organizuar pa uniform, ka realizuar atë genocid, jo vetëm në zonën e Korçës, Kolonjës, Përmetit, po deri në Gjirokastër. Krimet tashmë dihen, janë evidentuar, por nuk është vënë saj si duhet pika mbi i, pra që do të thotë neve akoma nuk dim dhe nuk kemi një vend që të vendosim një qiri, të vendosim një tufë me lule, pasi të vrarët, të djegurit gjallë, të persekutuar në forma të ndryshme, në mënyrë të masakruar, në shumë vende dhe nuk kemi patur mundësi për t'i evidentuar në mënyrë zyrtare. Ka shumë persona që janë argënuar, një nga ata është avokati që unë e kam ftuar sot në këtë bisedë, është Sami Zeka, është avokat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në shtetin e Pennsylvanias jeton, por veprimtaria e tij pra profesionale është në të gjithë federalin, pra në gjithë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pasi ka licencë federale, dhe veçanërisht edhe në Pennsylvania e ka dhe për shtetin e vet ku jeton. Ka një histori të cilën unë e kam treguar në disa biseda, në disa intervista që kemi bërë për atë çështje, lidhet me familjen e tij, po ashtu edhe për argënimin e tij në këtë çështje. Janë çështje të vështira që konsideruar është mbi një shekull e ca. Qëllimi i emisioneve në mënyrë të vazhdueshme që televizioni shqiptar të Amerikës ka transmetuar dhe vazhdon të transmetoj, është që t'ju themi grekëve të sotme që të parët tuaj i kanë kryer këto krime në zonat tona, kanë vrarë, kanë djegur gjallë, kanë persekutuar, kanë përdhunuar, kanë bërë krimet nga monstruozet të parëve tanë. Dhe tashme gjithë secili e din se çfarë detyrime kanë. Pra sotme, nuk është fjala për luftë, nuk është fjala për anë ekonomike ose për ndonjë përfitim, por fjala që të zgjidhet, pasi në të gjitha emisionet që unë kam bërë, edhe shkrimet që kam bërë, kam shkruar dhe theksoj dhe sot këtë, që nuk do të ketë kurrë marrëdhënie të mira, të sinqerta me shtetin grek, nëse nuk pastrohet, nëse nuk pranohet nga shteti grek genocidi që kanë bërë në vitet 1913 dhe 14. E pranon, vazhdojmë përpara, jemi fqinësi e vllazëri e mirë, nëse ndodh kështu, do të ishte mirë dhe këtë kërkojmë. Avokat, bëra një hyrje të gjatë, pasi kishte pak kohë pa folur për këtë periudhë, jam i gëzuar e privilegjuar aq më tepër që jeni nga zona ku janë kryer këto krime, ky genocid i shtetit grek i asaj periudhe, pra periudhës së Venizelosit. Mirë se ka ardhur. Mirë se gjeta, edhe është më të një kënaqësi të jem këtu përpara jush, përpara shqiptarëve diasporës dhe të gjithë shqiptarëve kudo që janë. Sepse kjo është një temë shumë e lakuar në 15-20 vitet e fundit, aq më tepër që kjo ka të bëjë me zonën tonë, me mua personalisht, me familjen time, dhe është një temë që duhet të folur akoma derisa të verë në vend e duhur. Çfarë ndjeni keni juve, çfarë historisht ke dëgjuar nga gojdhenat e tjera, por dhe nga njerëz të tu të afërt, pasi gjyshi juaj, Lato Haruni,
ka patur një histori finale të suksesshme, se shpëtoi jetën, por shumë i vrarë shpirtërisht të jetën. Unë kam parë me sytë e mi lotët që i pikonin gjyshit tuaj në sofrën kur uleshim për ato sofrat natën që uleshim të moshuarit edhe pinin raki ose harin ushqime. Po, ashtu si që dini ju, unë jam bi nga Panariti dhe kam lindur e rritur në Panarit, jam nipi Lato Nakos, Lato Harunit, i cili ka një histori sa të trisht, gjithashtu dhe një mrekulli, mbasi ai ishte një nga të paktë që i shpëtoi kësaj masakre. Dhe ndoshta për fatin ton, kjo gjë ndodhi që ai ta tregonte historinë, mbasi kishte parë vetë me sytë e tij. Fatkeqësisht unë nuk kisha fatin ta njihja gjyshin, mbasi kam lindur mbasi kishte vdekur, por isha me shumë fat që kisha gjyshin. Dhe që i vogël, madje me sa mbaj mend unë 5-6 vjet, shpesh gjyshja kur vinja tek dajo dhe te gjyshja ka treguar historinë e kësaj gjenocidi. Po përdor fjalën gjenocidi jo masakër, sepse për mendimin tim E kam pyetje të veçanta. Po, për mendimin tim kjo është termi më i caktuar për këtë gjë. Nuk kam dëgjuar një herë apo dy herë si histori, e kam dëgjuar me qindra herë, qoftë nga gjyshja, nga dajot, nga mamaja, por edhe nga disa historianë që kam biseduar. Jam shumë informuar në lidhje me vitin se çfarë ndodhi në lagjet specifike të Panaritit dhe se si u vran, u shkatuan apo u therën më shumë se 370 veta të fshatit tonë. E kuptoj që kjo ka më shumë se një shekull që ka ndodhur, por plagët nuk mund të kalojnë për njerëzit që e mbijetuan, por dhe ata trashëgimtarët që nuk kanë asnjë vend për të hedhur lule para asë të tyre. Ishte një histori që fatkeqësisht në kohën kur isha në shkollë atje nuk flitesh. Ishte një histori që as edhe librat nuk e përmbanin, megjithse shumë veta e kishin jetuar, por nuk flitesh fare nëpër libra. Arsyet janë shumë të thella për këtë që unë besoj janë shumë politike se çdo gjë tjetër, por e rëndësishme është që çfarë mund të bëjmë ne tash në lidhje me këtë masakër. Sot kam fatin e mirë që juve jeni një profesionist, avokat, i njihni ligjin, mund të shpjegoni pse nuk është masakër, por është genocid. Edhe çfarë lloj genocidi është? Që është masakër, këtë nuk e vend diskutim. Masakra është një nivel më i ulët se sa genocidi. Është formë e realizimit të krimit. Po. Një masakër është thjesht një ngjarje e papritur që shkakton një numër të madh të dëme, qoftë në njerëz, qoftë në bagti, në dëme materiale, ndërsa genocidi është një ngjarje e premedituar dhe e bërë disa herë për një kohë të gjatë derisa arrin në konkluzionin që arriti në këtë moment. Atëherë, për mendimin tim kjo ngjarje në vitin 1913-1914 e kalon atë fjalën masakër, në ndodhinë e masakrës, sepse është fare mirë ta vërtetosh që kjo ishte premedituar nga ana e palëve grekëve. Atëherë vlen pyetja, si mund ta vërtetojmë? Nuk ishte një diçka që ndodhi brenda minutës apo brenda orës dhe në gjakëndësi e sipër, domethënë ata ndodhi kjo masakër. Kjo ishte premedituar, e menduar thellë dhe përgatitur. Kjo tregon ardhjen e shumë ushtarakëve të veshur civil nga Greqia me një plan konkret për të zhdukur këtë popullsi që ishte në Panarit. Atëherë, nëse kemi elementet e genocidit, që është e premedituar dhe që është gjithashtu dhe është një vrasje masive. Ishte për pastrim etnik. Pastrim etnik. Atëherë nëse elementet e genocidit neve mund t'i vërtetojmë, e kalon, për mendimin tim e kalon, besoj se shumë veta e kuptojnë që e kalon atë nivelin e masakrës, kalon në genocid. Në genocid duhet kemi parasysh që duhet jetë një pastrim etnik për arsye të feve, të krahinës apo të ideve që mund të kenë ky person. Në këtë rast ne nuk bëhet fjala për një masakër që ndodhin vetëm e izoluar në fshatin ton, Panaritit.
aty ndodhi masakra më e madhe, por ishte një plan i organizuar mirë nga ana greke, duke përfshirë në Eshek, në Përmet dhe në Gjorokastër edhe deri në Sarandë. Ka ndodhur disa ngjarje, ndoshta jo në njëjtin nivel që u ndodh në Panarit, por këto tregojnë premeditimin që ka patur ana greke dhe domethënë atë në realizimin e kësaj që kishin ata, domethënë sfarosjen dhe eliminimin e këtyre personave bazuar tek idet apo te feja e kështu me radhë.